çfarë mund të themi për opozitën ku nuk e pranon rezultatin e zgjedhjeve, por në shtator të 50 deputetët do të ulen në ulëset e tyre në parlament, do t'i kemë privilegjet e një deputeti. Ka pasur një eksperiencë të tillë, nëse nuk do e njohin. Për historinë e Bashës e ka distancuar nga kjo teori veten zoti Berisha. Normal, sepse do kalojmë deputetët e tjerë, ne kemi kaluar një eksperiencë të tillë dikur, edhe nëse nuk paraqiten në parlament ata, mandati kalon natyrisht që janë mbrapa në listë. Kështu që fakti që ti është pikërisht hyn te gjithë kjo hipokrizi e madhe që po bëhet për zgjedhjet. Nëse nuk i njeh zgjedhjet, mos shkon në parlament. Fillo bëj protesta në rrugë, detyrohej qeverinë të bëjë zgjedhje të reja etj. Pra, nëse pretendon që realisht i vjedhur, nëse nuk edhe pranon rezultatin, atëherë de facto pranon dhe de jure, sepse paraqitesh në parlament. E gjithë ajo që bën ti, pastaj nuk ka më asnjë vlerë. Po kam përshtypjen që gjithë kjo bëhet për arsye që të mos jepet dorëheqja nga kryetari i PD-s, domethënë se pikërisht për shkak të atij në statut, sepse filloni bëhet interpretimi që po të ishin zgjedhjet e lira, ne do kishim fituar, por me që nuk janë bërë zgjedhjet e lira, unë s'kam se jap dorëheqje